Inderon, keni protestu për pronshit, keni vendosur tenda, çka është ndodhur? Realisht na një proteste kena posë në të honën, po prej djeshit jena në grevë, të cilën e kena cekë edhe dje që greva vazhdon deri në plotësimet e kushteve tona, të cilat tashmë janë dhe publike. Tash po presim një takim me përfaqësues të komunës për kërkesat tona me shërtu dhe greva do të vazhdoj deri në plotësimin e kushteve tona. Sa i përket pejxhova të kamiona, ato realisht janë ligjet të cilat i ka policia dhe ne i respektojmë dhe do të përgjigjëm çdo vendimi të policisë. Sa i përket për takimin, po presim tani që të ftojmë nga zyrtarët e komunës dhe të bisedojna për pikat tona dhe kushtet tona, të cilat janë bazike edhe nuk ka diçka lëmuar ose kur diçka tjetër përpas të cilat kërkojmë drejtat tona dhe subvencionimin, realisht subvencionim s'është kjo, po është pagesën që kena kryer shërbim dhe një kontratë bazike të cilat na mundson që të dalim prej kësaj krize financiare dhe të vazhdojmë punën. Realisht atë ne i kena cekë, ja lëna ligjit cili vendos për këto, por ato ne nuk jena për me bo prapë thon politik, na jena vetëm sen që dojna punë dhe kur gjë tjetër për politikë edhe për ato tjerat vendos gjithmonë vendos besoj që ligjet e Kosovës që janë, kena bo thirrje prokuriste e këto. Nuk kam diçka tjetër për më shtu për këtë punë.